the glamour or fame. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Viprum. Sot kemi një top 3 të 3 femrave që sipas meje nuk shquhen vetëm për talentet që kanë për fushat për kace, por edhe për gjoksin. Nisim pa humbur kohë. Në vend të tretë kemi pozicionuar këngëtaren Çilieta Xhilaga. Okej, gjoksi i Çilit është padyshim më i komentuari prej vitesh e vitesh tashmë, dhe erdhi momenti që Bukuroshja mori një vendim. Tashmë nuk ka më Çilieta me gjoks. S'ka më, iku. Ai vendosi të heqë gjysmat dhe duket pikërisht kështu. Në vend të dytë është Ilda Bejleri. Ilda nuk mund të ishte kjo që është sot pa format e saj seksi, këtë e dinë gjithë. Kjo vajzë është vërtet një paket kur vjen puna për talent, po edhe për pamje. I ka të gjitha. Gjithashtu, gjoksin Ilda nuk para ekspozon shumë, por kur e nxjerr ama bie tërmet. Në vend të parë është pozicionuar Marina Vjoca. Marina prej vitesh tashmë ruan imazhin e vajzës korrekte dhe asnjëherë egzageruar, por kur vjen puna tek gjoksi, nuk ke çfarë i bën. Kur e ke, nxirre. Kjo është gjithçka për sot. Nëse keni ide të tjera në lidhje me klasifikime gjoksesh apo të pasmesh apo çfarë lloj gjëje tjetër, jeni të lirë të na kontaktoni. Unë jam Kelvi dhe ky është Viprum.